ku në fakt Gjilani është ronditur nga një shpërthim i fuqishëm që dyshohet se ka pasur në shënjestër një automjet. Një person ka mbetur i plagosur rënd, ndërsa motivet e kësaj ngjarje vazhdojnë të mbetin mister. Djelza ka qenë atje, fizikisht kam parë teksa ke raportuar nga vendi i ngjarjes. Faleminderit fillimisht që je sot në Kosova Today. Kënaqësi për herë. Po, brëm, pra siç kemi raportuar dikun rreth orës 9:45, në fakt një vetur ka eksploduar. Në fillimisht pra raportuar që ka eksploduar vetvetiu, mirë po më vonë pra u kuptua nga ana policisë se brenda kësaj veture ka qenë pra një mjet eksploziv që ka shkaktuar komplet eksplodimin e kësaj veture, po fatkeqësisht ka qenë brenda saj një person në atë Thaçi, i cili është 40 vjeç dhe ka pësuar lëndime shumë të rënda prej këtij eksplozimi. Dikur qëllimshëm ja ka vënë bombën në veturën e tij 40 vjeçare. Dhe ai ka hyrë, e ka ndezur makinën supozoj. Po, ai fillimisht kishte shkuar në banesën e tij, meqense pra aty ishte afër pra parkingu ku jetonte dhe pasi kishte qëndruar në shtëpinë e tij për disa orë, ishte kthyer dhe kishte pra hyrë brenda në veturë bashkë me një person tjetër. Në fakt, vajza 25 vjeçare kishte qëndruar jashtë veturës, ndërsa ky ishte futur brenda dhe menjëherë pra sapo ka hyrë brenda vetë se ka filluar eksplodimi ku pra kryesisht ka pësu lëndimin në pjesën e këmbëve dhe pastaj ju ka nënshtruar pra ndërhyrjeve kirurgjikale. Fillimisht ka qenë në spitalin e Gjilanit dhe më vonë është transferuar në Çekukë për shkak se pra gjendja e tij ka qenë mjaft kritike, po edhe vazhdon të jetë në bazë të komunikimeve të fundit që kemi pasur edhe me mjekët në Çekukë. Në fakt urojmë shumë që natyrisht ta marrë vetën aspektin shëndetësor, por unë e thash që motivi mbetet mister, ke arritur të kuptosh ti base për profilin e 40 vjeçarit fillimisht, e më pas i njëjti uroj që tjetë në gjendje të mirë shëndetësore që tregoj më pas nëse ka dyshime tek dikush. Në fakt, nga ajo që kam arritur të kuptoj është se sipas informata zyrtare që kemi, pra ky person ka pasur probleme me disa persona të tjerë, mirë po që këta nuk dihet nëse janë në pjesën e hetimit nga ana e policisë dhe prokurorisë ose hetuesve që po merren me gjithë këtë rast. Gjithçka dihet është që pra ka qenë me personin brenda që konsiderohet ta ketë pasur mike, por për relacionet e tjera nuk është që dihet ende. Gjithashtu po bëhen hetime edhe për identifikimin e mjetit të shpërthyes, meqense nuk dihet çfarë lloj eksplozivi ka qenë, sepse siç kemi parë edhe nga pamjet edhe nga afër atje, vetura pra është shkatruar pothuajse totalisht, ka mbetur vetëm pjesa e hekurit, ndërsa shumë copat e saj janë shpërndar diku tjetër pra nëpër tokë dhe gjithashtu kanë mbetur në fakt edhe disa veturat e tjera të shkatruara në disa pjesë. Pra ka bërë edhe dëme të tjera. Po është përhapur edhe përreth pra zonës ku ka qenë e parkuar kjo veturë. Sa kohë ishte e parkuar aty? A dihet pra sa kohë kanë pasur këta keqbërës ta montojnë eksplozivin? Nga ajo që kam arritur të kuptoj është vetëm disa orë, pra nuk bëhet fjalë për një ditë ose diçka, sepse këtë rast viktima ka hyrë në banesën e tij, ka pushuar pak dhe pasi ka dalë pra pas disa orësh është gjendur pra në atë lloj eksplodimi brenda veturës së tij, pra duke të jetë gjithçka organizuar, por që deri më tash policia nuk është që ka dalë me ndonjë emër të dyshimt rreth këtij rasti që sigurisht është rëndetës për qytetin, po edhe për Kosovën. Mirë, atëherë Djelza, në fakt, urojmë shumë që autoritetet të dalin sa më parë me të gjeturat e tyre dhe të njëjtit mbase mund të marrin dhe kamerat e sigurisë për rreth zonës që të identifikojnë. Po, ka pasur shumë banesa lokale për rreth, po besoj që këto dëshmi sa do pak do të mund të ndihmojnë gjithë hetimin që po bëhet aktualisht. Sigurisht që kam pyetur policinë edhe nëse është pra intervistuar dëshmitare, meqense ka pasur pra lëndime pak më të lehta, mirë po ajo ka probleme aktualisht me dëgjimin për shkak të zhurmës së eksplodimit që sigurisht e ka ndëgjuar dhe ka lënë me pasoja. I pyeta se çfarë cilësie do të pra intervistohet, mirë po deri më tash ata thanë që do të intervistohet si dëshmitare e jo si ndonjë person i dyshuar. Mirë, në fakt, mund të ketë mbase ndonjë rol specifik vajza në fjalë apo gruaja në fjalë në gjithë historinë? Nuk mund të themi deri në këto momente, meqense policia po e konsideron si person që mund të dëshmojë si dëshmitare, jo si e dyshuar. Mirë, po besoj në momentin që bëhet intervistimi nga ana e policisë dhe nga ajo çka mund të thotë në këtë rast viktima që cilësohet deri më tash, mund të ndryshojë ndoshta kjo çështje, por përderisa nuk është intervistuar ende, nuk mund të themi që ka pasur ndonjë gisht në këtë lloj krimi. Mirë, Djelza, faleminderit shumë që ke qenë sot në Kosova Today. Nuk di nëse kemi lënë
pa prekur ndonjë prej çështjeve që duhet prekur në këtë rast? Jo, nuk ka diçka të re deri në këto momente përveç këtyre që vetë si përmenda. Faleminderit shumë edhe një herë Djelza Berisha që ishe sot në studio për të dhënë edhe raportimin tënd sepse ke qenë në vend të ngjarjes. Ke qenë deri në orët e vona, ke lënë polici besoj aty dhe pas... Po, në fakt, policia është duke vazhduar të hetoj gjithë rastin, me qenë se ka shumë në këtë rast materiale që janë lënë për shkak të eksplodimit që ka ndodhur, edhe me qenë se mbrëm pra ka qenë vonë edhe shumë terë për të hetuar gjithë shka ka ndodhur, hetimet kanë vazhduar edhe në mëngjes shumë herët, edhe njësia deminimit dhe eksplozive është diçka tjetër, pra si njësi shtesë që është marrë nga policia dhe që po merren me hetimin e rastit, me qenë se pra bëhet fjalë për një eksploziv të futur brenda që lloji nuk është përcaktuar ende. Sakt. Në rast të ralla për fat të mirë ka të natyrave të tilla të krimit, pra megjithatë urojmë që të hetohet mirë deri në fund. Faleminderit edhe një herë Djelza Berisha, kënaqësi. Jemi pas pak me Kronin dhe